Nga fshati Çuki i bashkisë së Sarandas vjen historia frymëzuese e një artisti që i ka dhënë jetë muraleve të kishave me artin e tij të veçantë. Arqilea Turli ka nisur të merret me pikturë që në moshën 25 vjeçare, duke e kthyer këtë talent të trashëguar nga familja në një pasion. Unë kam nga 1996, kam filluar, edhe në 2001 kam hapur studio në Athinë, e që atëre punoj piktura me kishat, arrita deri në Amerikë, Chicago, në Michigan edhe në Florida shumë vjet, edhe vazhdoj akoma pikturët përveç Greqisë edhe në vende të tjera. Edhe këtu në fshat përpiqem tani pa ndihmën e tjerëve e bëj pikturat, se jam prishur, kisha bërë para një 15 vjetësh, edhe nga lagështia jam prishur e tani i zëvendësoj vetë. Unë kam dhe vëllan pikturist, edhe vëllan djes pas tjetër ishte edhe ai pikturist, edhe kishim një si punë nga familja, po unë që i vogël më pëlqente edhe kur mbarova klasën e 8 këtu në Çuk, erdhëm kishin marrë atëre për një konkurs nga kisha imi në vizatim. Po nuk s'kishin para prindërit të më dërgonin Gjirokastër atëre, edhe kur u hapën rrugët ikëm në Greqi, atëre më ndihmoi dhe një vajta në Prevez, më ndihmoi njëri, u dha një telefon të vesh në Athinë, po do të bësh pikturist. E atje vajta... Do të vesh shkollë atje? Shkollë jo. Vajta me një pikturist tjetër, se po të vesh me pikturist mëso më shumë nga se sa në shkollë. Është shumë e bukur. Po duhet të kesh durim në ratë të parë, edhe një vepër që e bën edhe 100 derë ta bësh, çdo herë është e veçantë. Mu pëlqen shumë piktura, arri me orë të tëra që pikturoj, edhe prandaj bëra edhe një studio këtu në fshat, bëj edhe portrete, bëj edhe peisazhe, çfarë më bie, po si punë e përditshme është piktura. Punave në përkisha. Në përkisha. Se ashtu më njohin, do të thënë, nga çdo kishë në kishë punë që vete, shikojnë të tjerë dhe thonë kush është ai pikturist që ka bërë këtu? Filani. Pikturat e kishës nga që janë shumë të vjetra këto, vizantine, është një ndryshim nga një peisazh që bën dele dhe bën një anës det që bën. Bën një shënmëri duke sigur të jep forcë, të jep krah. Është e veçantë, është e përveçantë. Megjithse nuk pati mundësi të ndjek një shkollë arti për shkak të kushteve ekonomike, Arqilea nuk hoqi dorë. Mësimet i mori nga piktor të afirmuar të cilët ja sugjeruan miqtë e tij në Greqi ku ai jeton prej vitesh. Sot ai është një ikonograf i njohur që ka realizuar piktura në kisha të ndryshme në Shqipëri, Greqi dhe vende të tjera të botës. Çdo ikon që del nga duart e tij mbart shpirt për kushtim dhe një mjeshtri që e ka ndërtuar me vite përpjekjeje. Unë për shumë po të marrë këtë, shumë mërin këtu, brënda ditë se marrë. Sa kisha keni pikturuar ta shumë? Të theme numur, mbi 150 kisha. Kaq vjetë. Objekt e kulti, është dhe emocion për ju? Po, ratë para jo, është emocion. Nga manastiri Dinos, i themi që është më shinjë në Greki, para një 15 vjetësh, më dërgon një porosi të njëjtën pikturë 25 herë. Po ajo piktura ka shumë brenda, shumë detaje brenda, edhe sa mbaroja njërën, prisja tetën të mbaroj të dalë me, do më thënë nuk thosha që të mërzitesha 25 sop, si do i bëj. Të je forcë, kjo punë të je forcë. Ai e cilëson këtë si një nga punët më të bukura, por edhe më të vështirat që kërkon durim dhe ndjeshmëri. Dëshira e tij më e madhe është që këtë art ja trashëgojë edhe djalit të tij, në mënyrë që vlerat e pikturës ikonografike të mos humbasin, por të vazhdojnë të jetojnë përmes brezave.